Para se të nisja këtë vlog, doja që të fikja qiriun e 1000 subscribersave të parë në kanalin tim të YouTube-it, edhe doja t'ju falenderoja të gjithëve që më keni ndjekur, edhe vazhdoni të më ndiqni. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Jeta dhe sot kemi një video të re. Unë sapo mbarova me punët e mia që kisha, ora gati 11:30 e tani po vishëm pak edhe po bëhem gati sepse më ftoi Kunata për kafe. Të pi kafe te Kunata, të shikoj pak edhe bebin e vogël, kurse kam ndonjë plan për sot, por që doja të nisja të bëja një vlog, po e kisha në mendje, kështu që thjesht e nisa këtë vlog. Kam në plan që dua të bëj shopping. E di nëse do e bëj sot, ose nëse do e lej për nesër. Vesha këtë bluzën që është gjithë temina, edhe shikoni se si mi bëre flokët. Më duhet t'i kre edhe një herë me lak që të rregullohet. Kam edhe këtë çantën që është i gjitha prej kashte, edhe mendoj që më shkon ka shumë sot me këtë bluzën. Ju tregoj pak se çfarë vesha shpejt e shpejt. Se kur do kaloj gripi im nuk e di. Në xhinse të thjeshta, këtë bluzën, çantën, flokët e kapura, jemi gati. As nuk e din nëse do dalim do xhiro ose jo, unë thjesht po shkoj të pi kafe te shtëpia e Kunatës. Edhe pispillosem. Gjithsesi s'ka gjë e re jam, edhe duhet të pispillosem. Kur të plaket nuk do duket as se çfarë vesh, as se si lyhem, as se si kombinohem, asgjë. Këtu mora edhe pak kek, që bëra dje kek me manafera dhe kishte dalë shumë interesant. Ja çova Kunatës fotos dhe asaj u duk shumë interesant. Kështu që thash të marr disa copa dhe t'ja çoj ti provoj. Sa po ktheva në shtëpi, që ju thash për pjesën e shopping isha një xhiro të shpejt, por nuk ndeta shumë sepse më kapi ora 1 sa po shkova tek dyqanet. Edhe unë në orën 1 zakonisht marr melodi nga kopshi, kështu që hodha një sy të shpejt. Për vete nuk mora ndonjë gjë kush e di se çfarë. Mora vetëm një palë sandale që do ja tregoj tani. Nuk kam sandale që mora tek Deutschmann, nëse quhet kështu, është një markë gjermane. Marka Graceland me 50% skonto, pra nga 30 i mora në 15 euro. Është ky modeli këtu. Më pëlqeu shumë. Më duket shumë elegant nga para. Ka një tak mesatare, më duket shumë komode. Pastaj kur një gjë shikon edhe në ofertë, sikur ta bën me sy edhe ti shkon edhe bin pre e kurthit edhe e merr pastaj. Shumë sandale dhe taka që të them të drejtën nuk është si i përdor shumë, por këto mendova që mund t'i shfrytëzoj me çdo gjë, kështu që mora. Çantën këtu që e kam mbushur plot, të gjitha për burrin tim. Po tregoj pak më mbrapa se më ra bateria e kamerës. Ka disa kohë që nuk e karikoj, kështu që ka të drejtë dhe ajo. Të karikoj baterinë e kamerës e ja u tregoj në moment të dytë. Ku e lam dhe ku na mbeti, sapo e karikova dhe baterinë e kamerës, të them të drejtën ka pak që u karikua, por isha shtrirë në krevat dhe po përtoja tu ngreja. Tani vazhdojmë aty ku e lam këtë vlog, po ju tregoja gjërat që bleva. Thash që kjo çanta këtu nuk është për mua, por janë të gjitha për burrin tim. Gjeta shumë gjëra të bukura në ofertë tek Piazza Italia. Këtu tek ne tani është sezoni që çdo dyqan nxjerr ulje, na bëjnë të gjithë njerëzve që të prishim lek, të marrim edhe gjëra që s'kemi nevojë për t'i marrë, që nuk na hyn në punë, por thjesht e shikojmë në ofertë dhe themi, kjo që nga në ofertë, një çmim shumë i mirë, pse mos ta marr, ta kem. Ndoshta s'ja kemi nevojën fare, por gjithsesi e marrim që ta kemi. Vazhdojmë nga kjo këmisha. Është një këmishë shumë e bukur, një material i holl edhe i freskët, po ashtu edhe i butë. Nuk e di nëse duken aty në kamera, po që është me disa viza të holla blu edhe të bardha. 15 euro në vetëm 7 euro e 50 centes. Këmishën e mora që t'ja kombinoj me këto pantallonat, një material goxha të plot, edhe këto kanë një print të ngjashëm me këmishën. Mora nga 20 euro në vetë 14 euro. Mora një palë tuta të thjeshta në ngjyrë kafe.
as të errët shumë jo, por as ngjyrë e haptë shumë jo. Tani në kamera më duket se ngjan pak më e haptë se sa ç'është, por në realitet është ngjyrë pak më e lezetshme, pak më e errët. Shin nga 15 në 10.40. Të fundit i mora këtë bluzën e thjesht të bardhë. Këtë e mora nga 10 euro në vetëm 7 euro. Vetëm këto gjëra e mora, kishte edhe gjëra të tjera, por gjeja masën, në disa gjëra nuk gjeja masën, kështu që mora thjesht këto shpejt e shpejt. Në një moment të dytë do dalë dhe do blej diçka për vete. Pavarësisht se çdo ditë zakonisht blej diçka për vete ose kam bler shumë gjëra të reja për vete, por që dini ne femrat nuk kënaqemi kurrë me rrobe. Më duket mua po bëra si klon. Po vendosja pak blush edhe Melodia mi ka bërë të gjitha furçet pis me bronzer. Edhe sa po vendosa të më thonë u përzije blush dhe bronzer bashkë edhe u bë kjo gjëja këtu, që është shumë e fortë edhe po mundom ta hap pak me këtë sfungjerin. Furçet më duhet i laj se s'bën sepse nuk bëj dot më make-up me to ashtu si mi ka bërë Melodia dhe para disa ditësh i kisha larë edhe sërish mi bëri zhull. Unë po bëm gati tani, sepse u mërzitëm, nuk është se kemi ndonjë gjë për të bërë në shtëpi dhe po mendoj të dal pak tek parku me Melodin. Tani që freskoj pak edhe koha, se ajo vapa e madhe që ishte kaloi edhe vazhdon avash të bie hija edhe freskohet edhe koha. Vesha këtë badin e thjesht blu tani, edhe nga poshtë kam një palë pantallona, prit se nuk duken. Poshtë kam një palë pantallona Mistolino besoj, që janë super, po super të gjata edhe të gjyra. Edhe po mendoj të vendos edhe këtë varsen, sepse më duket sikur do shkoj me të gjithë outfitin. Problemi është që kjo varsja është shumë e gjatë, edhe mua kaq e gjatë nuk është se më pëlqen, kështu që mos duhet ta lidh më lart apo ta mbaj kështu. Goca ime u vesh. Shikoni se është bërë si një princeshe vogël. Melodia që i ka shumë fiksim këto fustanet kështu. I ka. Mirë mëngjes, pas disa ditësh, jemi ditë e shtunë sot. Unë sapo ngrejta bëra një dush sot, sepse me të vërtet kisha shumë nevojë. Ndoshta nuk bëra mirë që e bëra në mëngjes, sepse unë tani do dalë edhe do haj gjithë vapën, edhe do bëhem me diers. Do duhet të lahem sërish kur të vi. Këtë ditë i kam mbajtur vetëm të kapura me llak. Edhe me të vërtet që ai llaku është shumë i shpifur dhe sa herë i krifja flokët kështu, më lente si grimca të bardha, të ngrira dhe ngjante shumë keq, sikur të kisha një vit pa lar flokët. Kështu që sot në mëngjes vendosa të lahem dhe të bëhem njeri. Vendosa të mbaj edhe flokët e drejta sot, u bën kohë që nuk i drejtoj, i mbaj ose të kapura ose kaçurrela, sot i drejtova. Vura re që më janë rritur goxha. Tani më duhet të gjej shpejt diçka për të veshur në këtë grumbullin tim të rrobave. Aq shumë rrobe sa kam, them gjithmonë që nuk kam, sepse sa më shumë të kesh, aq më keq është, sepse pastaj nuk din se çfarë të veshësh. Po bëm gati të dal tani. Ju thash ju të ditë kam qenë shumë e zënë, nuk kisha kohë të dilja fare, edhe ju kam thënë më duket tek pjesa e parë e videos që filmova një ditë tjetër, që këtu tek ne ka nisur uljet. Edhe isha gjatë gjithë kohës si nuk dola të shikoj,
të doja të shikoj dhe sot dua me patjetër të dal të shikoj. Mendoj që është vonë sepse gjërat më të mira mund t'i kenë marr ose ofertat më të mira mund t'i kenë marr, por mjaftoi që unë të dal të hedh një sy dhe të paktën në trurin tim them që unë dola, atë që e gjeta dhe atë se gjeta edhe kështu. U vesha, u bëra gati, vesha këtë topin nga sipër, vesha këto pantallona të parashut edhe kam këtë çantën e zezë që nuk shkon fare me outfitin, por nuk kam çfarë të bëj sepse çantat e bardha që i kam janë shumë të vogla edhe nuk më marrin portofolin brenda. Plus mua më duhet të marr përveç portofolit, syzet, ose hajt syzet po i mbaj në kokë, po çelësat e makinës, çelësat e shtëpisë edhe. Nuk i fusim dot të gjitha aty. Çfarë vape? Dola. Nuk ju filmova asgjë sepse si fillim dola pak në pazar, isha me kunatën. Më tha që donte të dilte, kështu që dola një xhiro në pazar, pim kafe dhe tani sa erdha në shtëpi, piva pak ujë sepse nga kjo vap po vdisja për ujë. Tani mendoj që të lejmë Elodin në shtëpi sepse bën shumë vap edhe do ikim. Iki tek dyqani që doja të shkoja. Por problemi është që unë dua të shkoj në shumë dyqane, edhe këto dyqanet nuk janë të gjitha në një pikë të vetme, por janë në vende të ndryshme. Njëri është në një zonë, tjetër është në një zonë tjetër, tjetri është në një zonë tjetër që është edhe më larg, edhe më duhet të bëj tek rreth 20 minuta me makinë. Edhe tani nuk e di si do e bëj, ose të shkoj tek këto që kam të brenda në qytet tani, edhe mas ditët të shkoj me burrin tek ai që është më larg, nuk e di, por një herë të dal edhe të shikoj. Të paktën kisha makinën në hije deri tani edhe qenë ka shumë freskët këtu brenda, nuk qenë ka vap, sepse zakonisht sa po futesh në makinë vdes nga vapa, madje edhe kjo sendilja këtu mbrapa të djeg të përvëlon. Tani, mua më pëlqejnë këto, por problemi është që nuk ka numri 39, ka vetëm 38, këto janë 38-a, ka dhe 40-a. Tani, 40-a jo, sepse janë shumë të mëdhaja, ndërsa 38-a nuk e di, ndoshta mos po rrin shumë të ngushta. Më pëlqejnë edhe këto, por te kjo forma kështu kam qëndruar gjithmonë, edhe këtë herë doja të ndryshoja pak. Është hera e dytë që e provoj këtë fundin. Herën e parë e provova në ngjyrë të bardhë dhe nuk më pëlqeu si më rrite, ndërsa sot e gjeta edhe në ngjyrë kafe dhe nuk jam e sigurt në qoftë se më shkon ose jo. Tentativi i dytë edhe nuk gjej asgjë. Ka oferta plot, por asgjë interesante, asgjë që të më pëlqej ose të më shkoj. Jo. Tani është shumë vonë, është ora 12 e diçka, edhe erdha të hedh edhe një sy të shpejt tek Mango, në qoftë se gjej ndonjë gjë. Nëse kam kohë do hyj edhe tek Tezenisi, por nuk e di nëse do më dali koha. Gjithsesi jam shumë e zgënjur, gjithmonë kur ka oferta, dua të blej diçka dhe nuk gjej asgjë për të bler. Jam pa fat. Ndërsa për sa i përket atleteve, numri im nuk ishte në dyqan, por më thanë që është tek dyqani tjetër, pra tek pika tjetër e tyre, por që ndodhe 20 minuta larg nga këtu. Kështu që unë ju thash që dua të shkoj deri tek OVS-e, edhe OVS është tje ku mund të gjej edhe atletet. Unë sa po ktheva në shtëpi, edhe tani do haj pak buk, sepse orari drekës tashmë ka ardhur dhe ka kaluar, mund të them. Si përfundim nuk bleva asgjë, nuk gjeta asgjë, një palë pantallona të shkurtra të bardha që më pëlqyen tek Mango, nuk më rrinte mirë asnjëra nga masat. Ishin masa, domethënë ishte masa ime, por shumë e madhe. Ja futa një sy gjumë bashkë me Melodin tani në drek, edhe asgjë, pastaj thjesht vazhdoj të më hipte pak si shumë vap edhe u zgjova. Tani më pihet një kafe, më shumë mundësi të bëj një kafe të ftohtë. Do nga rasti tani
t'ju them, sepse pas të mendje edhe herën tjetër, por edhe sot, por thjesht isha gjërat me nxitim edhe nuk është se kisha shumë kohë të rrjedhë të flisja para kameras, për pjesën e dhunës që ndodhi në Shqipëri, në Fier, në qoftë se nuk gaboj, mes disa adoleshenteve që u dhunua një vajzë 17 vjeçare nga disa bashkëmoshatare të vetat, një 19, më duket edhe dy të tjera 15, nuk e di, nuk jam e sigurt. Nuk kam shumë për të thënë, sepse tashmë e dim të gjithë që shoqëria jonë sa vjen edhe po na zhgënjen çdo ditë më shumë, por thjesht do t'u thoja prindërve të atyre fëmijëve, se ju lejm juve më njan, po flas për veten time, që fëmia im nesër, pas nesër të vinë atë pikë të dhunoj bashkëmoshatarin e vet, edhe të bëj ato gjeste të turpshme, un kam dështuar si prind, edhe pikë mbaroj. Nuk kam gjë tjetër për të shtuar. Kaq. Po, edhe rrofshin fondet tona që Edi Rama, kur është koncerti? Sot është koncerti me datë 11, që Edi Rama do organizoj koncertin më të madh të botës me 4 milion eurot e gjithë popullit shqiptar. To para një ditë të na duhet për diçka shumë urgjente. Diçka shumë urgjente ishte koncerti. Kafen e ftohtë nuk po e bëj, sepse do dalim me burrin tani dhe marrim pim diçka andej. Po bëj pak make-up edhe do vishëm shpejt e shpejt, se do shkojmë deri tek dyqanet e tjera, siç u thash. Përfitoj nga rasti tani të falenderoj të gjithë njerëzit që kanë vazhduar të më ndjekin, edhe më kanë bërë shumë komente të mira tek videoja ime fundit, që është mini vlog që kam publikuar tek shortsat, një mini vlog se si e kalojmë ne një natë në plazh në tend. Përveç komenteve pozitive dhe të bukura, normalisht që kam marrë edhe disa komente negative, që besoj nuk e kam kuptuar se si ne shkojmë edhe qëndrojmë atje. Njëri thonte që të shkosh me pushime edhe të mos marrësh hotel, më mirë rri në shtëpi. Kush i tha atij që unë kam shkuar me pushime, ndërkohë që unë thjesht jetoj këtu dhe kam shkuar tek një plazh diku këtu afër. Gjithsesi, komentet negative mua nuk është se më bëjnë përshtypje, faktikisht thjesht po bëjnë për të qeshur. Unë shikoj komente dhe thjesht qesh, sepse më vjen të qesh. Të vendos edhe pak highlighter. Sa po vesha, edhe kam veshur thjesht xhinse të thjeshta ngjyrë blu në gri, edhe vesha këtë bluzën kaf, sepse kam shumë dëshirë që të marr këtë çantën. Shikoni se sa e bukur është kjo çanta, është e gjitha prej kashte, edhe thash do më kombinohet edhe ngjyrat ndryshojnë pak sepse kjo shkëlqen tani në dritë, por kombinohet shumë me këtë bluzën që kam veshur. Më pëlqen se si rrin edhe me xhinset, kështu që do marr këtë sot. E krijova këtë outfit vetëm në bazë që të marr këtë çantën. Të fus gjithë gjërat e nevojshme tani këtu brenda. Edhe unë mendoj që ato atletet duhet t'i marrë në ngjyrë kafe, si ato që ju tregova sot, sepse unë ngjyrën kafe e pëlqej shumë, edhe kam shumë gjëra në garderobën time në ngjyrë kafe, kështu që mendoj që një opsion shumë i mirë do ishin ato atletet në ngjyrë kafe. Tani që do shkoj të shikoj, me shumë mundësi mund të marr ato. Kemi hyrë tek OVS-e, edhe shikoj për disa gjëra. Si gjithmonë edhe këtu për pantallona të shkurtra të bardha, i gjeta një palë. Janë to këtu. Më pëlqejnë, janë shumë të lezetshme, por nuk jam e sigurt nëse duhet të marr masën L që kam tani veshur apo masën M që do e provoj tani. Mendoj që më në fund i gjeta, edhe normalisht që masa M më rrin më mirë. Më pëlqejnë edhe këto, por këto janë pak më të shkurtra dhe nuk janë shumë komode, kështu që nuk e di. Mendoj që do optoj për të bardhat sepse shkurtra kam se të duash edhe nuk janë komode, kështu që do marr të bardhat. Në fund mbarova, tani po ikim në shtëpi edhe sot nuk dola duar bosh, sepse nëse gjithë ditën dola duar bosh edhe nuk gjeja ato që doja, tani më në fund i moja të gjëra. Ha mami. E dhe mami. Ne që në shtëpi nuk piva as kafe të ftohtë sot, mora një këtu. Janë shumë të mira këto. Espresso. Normalisht që nuk do ikim në shtëpi pa ndaluar edhe pak tek parku, sepse kemi padronën, s'kemi çfarë të bëjmë.
Më në fund, u ktheva në shtëpi, edhe blem një shalqin, edhe kishte qëlluar super për super i mirë. Këtë pjesën këtu e hëngra unë, jo veç unë, por edhe burri normalisht. Tani më duhet ta mbështjell me qese dhe të gjej vend në frigorifer që të ftohet edhe ta presim ta hajmë për darë. Shumë i mirë. Më duhet ta pus në qese kështu normale sepse pelikola më pas ka mbaruar. Gjëja e parë që unë do bëj tani është të ndrohem edhe të vishem komode sepse nuk mundem më me këto xhinset e gjata. E nisim unboxing nga kjo që mori Melodia, kjo është një shower gel edhe shampo, pra që mund të lash ose trupin ose edhe flokët me të. Është kjo forma interesante, ju duk Melodi se çfarë shampo e ka brenda. Nuk e merr vesh njëri, po paka shumë si shampoja Johnson e ka aromën, kështu që besoj që duhet jetë mirë. Veç kjo bëri 6 euro. E nisim nga Deichmann. Deichmann, nuk e di si shkruhet. Mora një palë atlete. Edhe siç ju thash, mora një palë Adidas me këtë formën paka shumë si sambat, në ngjyrë kafe të errët. Nuk mora modelin e ngjashëm me New Balance, sepse unë gja numrin e këmbës e kam 39, edhe ato si vetë forma atletës janë pak të mëdhaja, diçka e tillë dhe nuk më pëlqen te këmba ime ajo lloj atleteje. Më nxjerr këmbën shumë të madhe. Kështu që shkova tek modeli im i sigurt që nuk më zgënjen kurrë, një model i thjesht, i bukur. Besoj që këtë ngjyrën kafe kështu do e kombinoj shumë. Plus tani është verë dhe nuk është se do i përdor për ditë, për ndonjë outfit rall, sepse më shumë do vesh sandale dhe shapka. Këto ishin me 10% skonto, nga 60 euro i mora në vetëm 53 euro. Ka futur edhe qesën besoj aty brenda në çmim. Nga u pjesë mora pantallonat e bardha, siç ju thash, kur po i provoja. Nuk janë të bardha fare. Është një ngjyrë rër paka shumë, është ngjyrë bezh me si pika dhe më kujton fiks rërën e plazhit. E di që nuk të dukem aq mirë tani sepse nuk ka dritë edhe nuk e di në çfarë pozicioni të qëndroj, që të duket pak më me shumë dritë. Të qëndroj kështu. Okej, po qëndroj kështu. Edhe po thoja, çfarë po thoja? Janë shumë serioze, shumë të bukura dhe elegante në të njëjtën kohë, prandaj mora këto. Tregoj pak edhe këtë që kam marrë një ditë tjetër kur nuk po bëja vlog. Janë një palë rrobe plazhi. Tregoj pak vetëm ngjyrën sepse nuk dua t'i nxjerr të gjitha këtu tani. E di nëse duket mirë tani ngjyra aty ose prisni sa të ndes pak dritën e telefonit. Është një ngjyrë e verdh, pastel. Është një copë si me shkëlqi, afërsisht si saten, por nuk është se është saten komplet. Kjo ishte nga koleksioni i ri i kësaj vere, kështu që i mora sepse më pëlqyen shumë edhe sidomos tani me nxirjen rrin super. Tu kam salcice dhe po mendoj që këtë salcicen ta coptoj dhe ta bëj me makarona edhe me pana, ndërkohë që kakalecat do i marinoj edhe do i bëj thjesht skuqura. Kam edhe peshk faktikisht, mund të bëj edhe makarona me peshk, po nuk i dua. Mua nuk më hahet peshk sonte, edhe ato kakalecat do i bëj vetëm sepse i don burri, që si nuk pas kam oreks për peshk sonte. Se vërtiti oggi. Më pas kam mbaruar limoni, kështu që dëshiroj kisha veç lëng, kështu që do i hedh kakalecave shumë, po shumë lëng limoni. Devo si mangia cibi faccio. Po mbaj blicin e telefonit që të duken pak më mirë. Gjithsesi, mendoj që ka ardhur momenti që ta mbyllim edhe këtë vlog. Si gjithmonë, nëse ju ka pëlqyer, bëni like, comment edhe subscribe, që bashkë të shihemi tek video radhës. Bye!